A ka pas decentralizim real në këto vite? Jo vetëm, unë thash përmena disa anë pozitive që ka pas reforma e 2015. Po kjo nuk do të thotë që kishte afat 8 apo 10 apo 12 apo 15. Nuk ka ma afat aja. Aja kishte një afat 5 vjet, ja 6-7 vjet. Nuk kishte ma. Pra ne shteti, qeveria duhet të përmbanin një reform krejtare, si do të thotë, dhënia e kompetencave. Argjoja ma e shenjta është, duke e fillu nga njësia bazë, nga drejtorët e nëmarrëve, e deri tek qeveria, tek kryetari i qeverisë, dhënia kompetencave. Pse duhet bëhem unë pjesë kryeministri i Shqipërisë, duhet bëhet pjesë e zgjidhjes problemet të kryetarit të bashkisë. Kryetari i bashkisë, derisa ka marrë votat, ai është personi përgjegjës. Karta Europiane e autonomisë lokale dhe pavarësi në vetë qeverisë e biles dhe vetë në ligj është e cituar. Kjo është një vetë çështje. qeverisë vendore, autonomi. Kjo është një çështje. Në fakt po diskutohet shpesh edhe për këtë pjesën e reformës territoriale, duke e parë më shumë si çështje numrash në territor të bashkive, sesa edhe si lënia kompetencash apo funksionaliteti. Gjoni, është për bashkimin e Pukës me Fushatin, është një nga tezat e hedhura në raportin e Partisë Socialiste, apo mendon se është më mirë delegim funksionesh? Ju jeni një specialiste e mirë e njohjes, jo vetëm nga profili juaj si juriste, por edhe si një kryetare me eksperiencë e cila dë ban të mësojsh shumë të këti. Duhet të shtjelloj diçka në lidhje me problemin e reformës territoriale. Ka disa kohë që bëhet një zhurmë e madhe, jo 60, jo 80, jo 100, jo 50. Për mu, kjo argjoja ma këtë, ja ta hallakasish opinionin publik. Në qoftë se ne do të bashna bashki të mirë organizuara, në rallë parë do të përshkrushna cilët janë kompetencat e një bashkie të re. Në qoftë se ne e bashna këta, atëherë nuk do të kishe fare rëndësi nëse ke 50 apo ke 80. Dhënia kompetencë e vlerëson, e naltëson bashkinë, punën e bashkisë, punën e specialistëve, secili del për sot ata. Nuk është problemi këtu, jo duhet me zona territoriale. Unë kam zona, respektivisht, edhe 4 orë larg nga bashkia. 4 orë. Dhe nuk ka met 1 ose 2 familje. E pse duhet thonë tash se kjo bashki duhet lanë e madhe e pa e vogël. Zotëri bashkia, nëse do ta bashën mirë seriozisht këto qeveritarët, do të mlidhshin, do të banin një raport të qartë, jo se po të merret çdo kryeminist i Shqipërisë ka një informacion të jashtëzakonshëm në këtë fushë. Por aja që nuk jam shumë i kënaqur, një gjën servilet nuk duhet gjë servili. Pra, si që thash pak me para, nuk ka si t'jape një kryetar bashkie kufi me mu, për një objektiv, dvine kjo për dvine e ta përsaktujnë ai. Kurse se, sa ai nuk e dën me fitu, absolutisht sa dë energjeshëm letjet. Ai nuk është, kryeministri dën me fitu tana bashkit. Jo kryetari i bashkisë ku ishi. Pra, ne nisnat, çfarë detyrë është ka kryeministri? Kryeministri është i prerë që do ta fitojnë me çdo kusht gjithçka. Ndërsa një kryetar bashkie i ofër me ty kurse kërkon këta. Pra nëse ti do të bësh këtë paraprakisht, pra do të jepsh kompetencat të shishin tavalin. Edhe atëherë na po. Patjetër ju e cekët pak faktin e mungesës së kompetencave të plota dhe i pushtetit vendor dhe një tendencë për t'i paksuar këto kompetenca për shkak e justifikuar kjo me mungesën e kapaciteteve në shumë raste të njësive vendore, por do të ishte në fakt regres nëse edhe në ato zona apo bashki që kanë funksionuar dhe i kanë shërbyer dhe i kanë dhënë ofruar komunitetit që ato përfaqësojnë shërbime, kanë qenë afër qytetarit, të ridimensionohen edhe për shkak të disa artificave të gjetura nga ekspertë të ndryshëm apo dhe për shkak të lobingjeve të drejtues qarqesh, të shkriheshin dhe ta kthenin vetë këto ish territore në territore jo funksionale për komunitetin. Pra, ajo që ju thatë, kompetencat e
njësive aktuale vendore, të cilët nuk kanë një gjatësi shumë të madhe, gati 10 vjet, edhe nuk janë provuar ende nëse këto reforma e 2015 ka qenë apo jo e suksesshme. Në jashtë reformat zgjasin mbi 20 vite në kuadrin e reformës territoriale administrative, për mendimin tim, do të ishte një regres në gjykimin tim, ashtu siç ju thatë. Unë du të thëmë vetëm një diçka. Nuk kam asnjë nostalgji për atë periudhë kohë që ka kalu. Por nëse do të bëte organizimi i pushtetit vendor mbi bazën e komiteteve të ekzekutive të asaj kohe, dhe po të merret në analizë çfarë kompetencash ka pas komiteti ekzekutiv i asaj kohe, pa ne pikësënim me hyrë në Bashkimin Evropian, e po ta marrësh sot, është një shmenori. Është një cungim i gjithë kompetencave. Dhe unë e ai tjetëri nuk kanë se si të punojnë. Pra, të gjithë sektorët, me shëndetësi, me arsim, me zërë fikse, me pyjore, me të gjitha funksionet dhe masa ndërhyse e pushtetit vendor të jetë vendimtare. Pra ti, nëse jep kompetenca, nuk jetë ja ligjëru raportin më të madh PD-s apo PS-s. Jeti dhënë kompetencë vendit punës. Masane konkurrimi, është gjaja që e ka pas në dorë kryeministri dhe kërkoj edhe sot e kësaj dite në komunikim drejt për drejt apo indirekt, duhet të jenë masat më të fuqishme, rregulla strikte, pa marrë parasysh këto seksert që thash më përpara, se këto rezultojnë jo rezultativ, me kërkesat maksimale, shkollimi, eksperiencë pune, civite tyre respektive. Si mund vetë një kryetar bashki, për shembull, unë po marr për pukën, një gjë gjithë far llafër, po heqim dorë nga llafet. Si mund vetë një, si nuk ka lidhje fare me pukën, ka 30 e sa vjet si sa është në pukë, apo duhet patjetër pjesëmarrja fjala një X-it, se aja është i mirë shumë. Ku o pravu? Ha? Nëse Gjoni do të ishte kryeministër nesër, çfarë do të ndryshonit në E para nuk e dëshiroj jo sepse kam ne defekt në kuptimin e mirë fillt, por do të ndryshoja disa gjëra. Efektivisht unë e thash edhe pak më para, humja ime në mandatin e tretë nuk ishte i thjesht, ishte shumë i ndërlikuar. Nështë edhe shumë më tepër pa hyrë në ide konspirative. Se humja Puks, humja Fusharësit, humja Mirditës, që ne kishte treguar krejt ndryshëm njëri me tjetrin, na i le me kuptu një diçka shumë më të madhe. Po nuk i fut në kësaj ideje.